që u fol cilësinë e zgjedhjeve? Po, për cilësinë e zgjedhjeve. Dhe kemi dhe në të flasim më vonë. Kjo është fajta që në atakon ne, më shumë se çdo gjë tjetër, s'ka rëndësi kushtiton në qoftë se ky është vullneti i njerëzve. Qartë. Po është ky vullneti i njerëzve. Ne sot pam një raport të vëzhguesve ndërkombëtar, i cili foli për një proces konkurrues, transparent, në përgjithësi të pranueshëm. Dhe një vëzhgues normal i huaj, kur shikon procesin zgjedhor në Shqipëri, e ka shumë vështirë të dallojë çfarë nuk shkon. Si shpjegohet ky rezultat? Dhe ne që jetojmë këtu, në përgjithësi, e kemi shumë vështirë të kuptojmë çfarë nuk shkon, si ndodh që nuk reflektohet pakënaqësia ndaj qeverisë për shkak. Si ndodh që qeveria pavarësisht konsumimit politik normal, mos flasim fare për këto arrestimet e spagut, korrupsionin e tjera, për konsumimin politik normal, një qeveri konfirmohet me më shumë vota se s'ka pasur. Këto janë pyetje që kërkojnë një shpjegim. Kërkojnë një përgjigje. A është vetëm problemi të opozita? Nëse do ishte të opozita tradicionale, atëherë pse opozita e re u refuzua po ajsa opozita tradicionale? Pra, të gjitha pyetjet logjike që ne i bëjmë vetes përpara këtij rezultati na rrëzohen, nuk shpjegohen me logjik. Këto shpjegohen vetëm me një përgjigje e cila gjendet në studimet e sistemeve autoritare, e mungesës demokracisë, aty ku rezultati është i paracaktuar, aty ku vullneti i njerëzve nuk devijohet ditën e zgjedhjeve. As një muaj fushat, në muajin e fundit të fushatës. Vullneti i njerëzve devijohet vazhdimisht për ditë. Po si shpjegoni në marrëdhënie të përditshme me shtetin dhe me pushtetin. Mund të bëj një pyetje? Po. Si shpjegoni votim elektronik? Se mirë, po e marrim për të mirëqyrë këtë faktin. Votimi elektronik është absolutisht i pamanipulueshëm, ke një distancë të madhe votash. Nuk ka manipulim. Nuk të tha për ditën e fundit, për 5 ditë edhe për një muaj. Nuk është problemi të ditë e zgjedhjeve. Është problemi që një njeri vulnerabël përballë në shtetet e nevojave të ka ai, krijon një vulnerabilitet i cili e çon atë të votojë atje ku duhet, atje ku i thot halli i tij. Që mund të mos jetë 200 euro, mund të mos jetë blerje vote, mund të jetë një legalizim, mund të jetë një nder që i kërkon administratës, mund të jetë. Pra, kjo mënyrë të jetuari në mënyrë vulnerabël, varfëria, marrëdhënia politike dhe partijake me shtetin, të krijimi një shteti partijak dhe një parti e shtet, ka krijuar të marrëdhënie e cila pastaj me një llogari, me një lehtësi aq të madhe, me një llogari të bërë më parë, mund të prodhojë një rezultat sado të madh ose sado të vogël që intereson asaj. Kështu që besoj që këtu duhet parë kjo. Kjo duhet parë si mungesë e vazhdueshme e demokracisë, si një marrëdhënie e shtrembëruar e shtetit me qytetarin, si një shtet i shtrembëruar, i kapur nga një parti e cila pastaj shfrytëzon kurdo, në çdo rast si i duhet. Kështu e mendoj unë cilësinë e këtyre zgjedhjeve. Kështu që një vëzhgues ndërkombëtar vërtet mund mos ketë kapur atë rastin te Petronini dhe rastet tjera sporadike, por ato nuk janë asgjë në krahasim me një proces i cili ndodh 4 vjet. Me një proces që e detyron njeriu të ul kokën dhe të pranoj gjithçka që i vjen nga pushteti, nga ai që ka më shumë pushtet, vetëm që të jetoj, të pranoj, të jetoj minimalisht në kushte minimale të jetën e vet. Kështu e shpjegoj unë këtë cilësinë e zgjedhjeve këtu. Ose kur nuk beson. Përveç detaje pastaj dhe shkelje të tjera që kështu e shpjegoj unë personalisht, sepse nuk ka logjik ndryshe. Nuk ka se si të arsyetojët ndryshe. Shikon, në një proces zgjedhor janë 2 palë, do me thënë në këtë rast janë disa palë, po flasim për Partinë Socialiste e Partinë Demokratike. Do me thënë, tani unë nuk mendoj se, jo, do me thënë ashtu si po i lexoj unë atë që ju po thoni. I bie që fajin tani e ka populli që voton PS-n. Se ka fajin populli. Ndërkohë që të dyja palët janë PS-ja dhe PD-ja. Tani ne nuk e ndryshojmë dot popullin, populli është ai që është. Nuk e thash që ka fajin populli, thash që populli. Po nuk gjen asnjë faj kjo opozita, ky është, domethënë, e gjen gjithë problemin tek njerëzit. Ne po flasim për cilësinë e zgjedhjeve në vetvete. Po në një proces zgjedhor 2 parti janë, domethënë këta janë cilësinë e zgjedhjeve, pastaj se çfarë bëri PS-ja. Janë ofertat politike. Çfarë bën Partinë e Re, ju e dhani mendim. Prandaj ndava, cilësia e zgjedhjeve mendoj është një proces i cili prishet për 4 vjet. Jo në fund. Pastaj vijnë të ofertat. Ne jam dakord me atë.
lista e mbyllur e Partisë Demokratike ishte një listë skandaloze. Me Mullin, me Albanën, me Josefinën, ishte skandaloze. Në ofroi 2005-ën, një ofroi njerëzve një kthim në 2005. Por heqin Partinë Demokratike ne. Unë do refuzoja atë listë dhe do kërkoja diçka tjetër. Mund të gjeja Agron Shejën, që është po forcë e qendrës djathtë. Pse nuk e gjeta? Pse nuk shkoi ai që do refuzonte atë listë tek Agron Shejë? Pse nuk shkoi te Atletik Klapa një tjetër që nuk do të donte një forcë të qendrës, po aq të djathtë se Agron Shejë, po pak më populist. Bëri një shpjegim. Pse? Sepse ata, Nuk e kur ne i kemi thirrë në studio, dhe ti ke qenë këtu, dhe i them, unë i thira për herë të parë në studio, do bashkoheni, ata filluan të shqyejnë njëri tjetrin. Pse nuk e zgjodhëm ne, nuk është problemi. Jo, ka një arsye edhe për këtë. Në Berishës. Sepse Unë jam i djathtë dhe nuk e dua. Abilega, po të vëmë. Unë jam i majtë dhe unë e gjithë. Unë pajtojmë për shumë gjëra me ju. Unë ja nisa bisedën duke lënë filluar nga viti 1996, jo pa qëllim. Por, po ti marrësh tani me radhë këta, të gjithë që dojnë nga pak. Që di nga pak ka më shumë se qeveria, s'ka që di. Edhe të majtë. Jo, sigurisht. Dhe edhe partit e reja... Berishën e pranojën. Zdo të thesh të Berisha, ti sa dojë të bëj Rama Balt. Ti zdo të thesh të Berisha, se Berisha ka bërë këtë, ka bërë... Dakor, po. Po ti nuk ishe vetëm Berisha Rama në këto zgjedhje. Këto ishin zgjedhje më të pasura që kemi pasur dhe... Po, një polarizim, mos haro... Dhe fati këtyre zgjedhjeve, ne e thamë dhe më parë, është që ka mundësi një zgjedhje. Një polarizim të tillë do ditjen e marrin shpesh edhe shtatë rinjt. Për ashtu bashën dhe Alibej, që janë PD ose të treja forcat e reja politike që ishin tu në Xhiro, ishin forca që jepnin diçka, që tregonin diçka, që vërtet mund të besoje. Përfshirë dhe Agron Shejën, përfshirë dhe Glapajn edhe këta çunat e thurjes, dhe përfshirë dhe rinqorin pastaj. Nuk është se këta janë të konsumuar, kanë qenë pushtet, kanë bërë, jo. Jo, mos këtë... Pse? Shko, dërë tani... Ta janë dhe të konfirmuar, ta njërës të konfirmuar si aktivist, Eksakt, të do thonë. ta konfirmuar si politikanë dhe të pa konsumuar. Po të marrësh shtrirjen geografike të Lapajt, ka një shtrirje shumë të madhe në të gjitha dhe bien nga 5-6% deri 62, ndonjëherë dhe 7% të votave në përrethe, në për distriktet e tjera, qarqet e tjera. Apo jo, një sekund, jo, po do ysh. Po të marrin për shembull në Tiranë me radhë, po të ishin bashkuar këta, sigurisht, dhe kemi edhe një fenomen. Edi Rama, në zgjedhjet e vitit 2021, bëri një lëvizje që ndryshim kushtetues, duke e zhdukur partitë e vogla, dhe këto befas erdhën si një pasqyrë e partitë e vogla, pa e kuptuar që kështu e ha, me ndryshimet që ka bërë Rama. Ai ka bërë në favor të vet. Dakor. Apo jo? Jo vetëm Rama, i ka bërë me gjithë... Dakor, me nuk të shirin e vetë dhe të Berishës. Edhe Nuk po them që nuk ka bërë vetëm... dy partitë ndaje që forca... Dy e kanë bërë për të... Që të argumentoj atë i thashun, pse është vërtet ajo i thashun, është forca e tretë politike sot në vend, është PSD-ja. Është një forcë kryesisht klienteliste. Të cilën nuk e kap të radari, thamë ne dje, gjatë gjithë kohës, nuk e kap të radari në sondazhe. Fare. Deri dje... Vetëm votat merë. Deri dje, prapë forca e tretë. E ka treguar në 2021. Ka të njëjtin trend. Prapë forca e tretë. Pa ka ndryshuar trendin në fakt PSD-ja. Klienteliste që shërësia. Apo jo? Po, listën e ke pjesë të Shqipërisë alianca madhështore. Shqipëria madhështore. Tani, se ai ju kanë bajtur në pushtet Titanik ke vajtur i re, janëm po, asy po, ai kanë bajtur në pushtet Partinë Socialiste një pjesë një të dytë në kohës. Ilimeta kanë bajtur. Njërë kanë bajtur këtu fort, njërë aty. Ai e ka bërë të punë.